kandidatët për deputet afër lëvizjave të ndosje. Kosovë, Mitrovica po thot, ne nuk kthehemi pas, ne nuk shojmë parë. Mitrovica ka qenë gjithmonë më shumë se një qytet. Ka qenë prove shtetit, prove drejtësisë, prove kuzimit. Tu janë djersi dominatore që mbajtën gjallë Kosovën dhe ekonominë, tu janë përballur padrejtësitë më të mëdha. Tu është provuar durimi i qytetarëve dhe kur nuk është thyrë digniteti i tyre. Dhe pikërisht për këtë arsye, Mitrovica kupton më mirë se çdo kusht tjetër dallimin midis politikanëve që flasin dhe politikanëve që veprojnë. Ky qytet e ka një histori të gjatë dhe të dëmshme dhe është historinë e parë. Ishte Isa Boletin, Necip Ferandro, Acim Blyta, Ago Olga, Recep Mitrovica, Qafer Dema, Fukshin Kovacica, Kristin Bajgora, Shërif Tërstena, Adem Koca, Mehuka dhe Artim Jashari si themele të guximit politik. Adem Mikulovci, Riza Lushta, Jahmi Moni, Hakimi Sini, Kadri Kadriu, jeta e përditshme e këtij qyteti, puna, kultura. Pra ishte dhe është Albin Kurti si figurë që lidhe këtë trashëgimi me shtetin modern të Kosovës, jo si mit, po si përgjithësi. Aty ku brezat e mëparshëm luftuan për mbijetesë, ai e vendosi luftën për shtet funksional. Aty ku kishte padrejtësi të normalizuar, ai e vendosi ligjin mbi interesin. Aty ku qytetari ishte i përjashtuar nga shteti, Albin Kurti e riktheu qytetarin në qendër të shtetit. Në udhëheqjen e tij, Kosova kaloi nga një shtet i kapur në një shtet që u shërben qytetarët vet. Shteti i së drejtës filloi të funksionoj, korrupsioni u godit, Everiu i vendit u vendos nën autoritetin e Republikës Kosovës dhe për këtë i detyrohemi dhe jemi borxhli ndaj Albin Kurtit.
Qytetarë të dashur, para vitit 2021, na thoshin, duroni pak. Mos prekni në veri. Mos të e prishni balancin. Po cilin balans? Balancin me kontrabandën, balancin me krimin, balancin me strukturat paralele të Serbisë. Dhe i tha mjaft i kemi thonë gjatë qeverisjes Kurti 2. Dhe qytetarë, sot pas shumë vitësh, Mitrovica nuk është po problemi. Mitrovica mund jetë zgjidhja. Sot kemi shtet cep më cep, sot kemi ligj për gjithë pa dallim, sot kemi polici, kemi institucione, kemi rend pa pazare. Kjo nuk erdhe vetë. Erdhe sepse lëvizja vetë vendosje. Lëvizja vetë vendosje nuk bëri kompromis me të keqen. Qytetarë të Mitrovicës, zgjedhjet po vinë dhe këto zgjedhje nuk janë të zakonshme. Ato janë zgjedhje mes dy rrugëve. Na duhet të zgjedhjem me 28 dhjetor ndërmjet dy rrugëve. Njëra rrugë është e njohur për ne e 20 viteve të kaluara, pazare, hajni, shteti dobët, e qytetari heshtur, dhe rruga e dytë është rruga tjetër, ajo të cilën e kemi nisur bashkë, shteti fort, ekonomi që prodhon, drejtësi që vepron, e qytetar që vendos. Nuk zgjedhim mes 2 apo 3 subjekte politike. Kësaj herë në Mitrovicë do të zgjedhim ndërmjet të kaluarës edhe të ardhmës tonë që aspirojmë. Të dashur aktivist e të dashur qytetar, asnjë fitore nuk vjen vetë. Asnjë ndryshim nuk ruhet pa angazhim. Prandaj ju ftoj, flisni me familjet e juaja, flisni me fëmijët, flisni me miqt, sepse e vërteta është në anën tonë, sepse Mitrovica e di kush punon edhe e di kush flet. Dhe në fund, duhet t'ju them nga zemra, lëvizja vetëvendosje nuk është vetëm subjekt politik. Është dhëria atyre që nuk dëgjua për dekada, është garancia e së ardhmës tonë dhe Mitrovica nuk do të kthehet prapa. Roft Mitrovica, roft lëvizja vetëvendosje, roft Albin Kurti, roft Republika e Kosovës. E tash, qytetarët Mitrovicës, e kam derën dhe privilegjin, ta ftoj para jush, për një fjalë rasti, kryetarin e komunës së Mitrovicës dhe bashkëkryetarin e listës Guxov Faton Peci. Mitrovicë, Albini, i nderuar kryeministri i Republikës së Kosovës, personaliteti me besimin dhe veprat më të mira që i ka historia e Republikës Kosovës, e nderuar bashkëkryetare, zavendës kryeministre dhe ministre e punëve të jashtme dhe diasporës, Donika Jusuf Gërvolla, i nderuar, ne vazhdojmë ta quajmë kryetar Glau Konjuvca, i nderuar miku im, kryetari i Kuvendit të Kosovës Demal Basha,
partner të koalicionit Mimoza Kusari e Zef Morina, të ndëruar ish kolegë të mi tashmë ministrat Macedonci, Sfeshla, Durmishi, e shumë të tjerë, shumë të dashur kolegë nga Mitrovica, Armend Muja, Arjeta Feza, Agim Bahtiri, Aferdita Hajrizi, Lulzim Hetemi e Tafil Peci, të dashur Mitrovicas, po dhe gjithë qytetarë të Republikës Kosovës, mirë se vini Mitrovicën e Isa Boletinit dhe Mitrovicën e Minatorëve. Sikur e mbani mend, shumë mirë, para pak javësh, Albini ishte këtu, mes nesh, sepse e donte një gjë tepër shumë. Donte të sigurohej se po rregulloheshin të rrohurat e zemrës së Kosovës. E të rrohurat e zemrës së Kosovës rrohin fort në Mitrovic, këtu në palestrën Minatori dhe cep me cep teritorit të Republikës Kosovës. E sot, Mitrovica jonë e dashtëm, sikur se për herë, prap me ne, Albini, bashkë me Donikën, Glaukun dhe të tjerë, kanë marrë me vete edhe mbi 100 zonja zotrin të zgjedhur njerëz të mrekullueshëm këtij vendi. Këta bashkulltar e me gjithë këta kandidat të listës fituese kanë ardhur për të marrë këto të rrohurat të zemrës të Kosovës këtu në Mitrovicën tonë të dashtun. Pas një qerek shekulli, sot kemi siguri në Mitrovicë. Atë siguri për të cilën Ali Podrimaj do të thoshte se është fjala që nuk përkulet, fjala që mban peshën e vendit. Këtë fjalë në edhe Albini, jug e veriu u bën një drejtim. E për këtë bashkim, në emën të qytetarëve të Mitrovicës, të thëm halal të qoftë ty Albin. Begatin e quam në çdo shtëpi, fermerit ja kthyem besimin, sofrat tona tani kanë bekim. E për këtë prap të themi faleminderit ty Albin. Zgjedhjet e kaluara ishim bashk. Beteja ku ne fituam e sudorzuam, qytetari foli qartë me maturi. E pa kontributin ton, e atë e përshoj tepër mirë e drejtë. E drejtë është edhe kjo udhë që po nisim sot edhe zyrtarisht në hapjen solene të fushatës, e ku bashk kemi me marshu e në vullën e fitores kemi me javnu. Mitrovica dhe veriu i Kosovës, kjo tokë që është sinonimi bujaris, se harron kur veprën tonë, se puna e ndershme legjurm e historia i mban mend të gjitha. Mitrovica e ndjen në zemër borgjin që ka për rrugën e hapur me guxim e për dinitetin e kthyer me shërbim. Edhe varri i basësisë në boletin është mburoj e heshtur, amanet i brezave i ruajtur me gjak
me besë e me sakrificë. E andej ibrit, për vite me radhë kanë vepruar bandit që silleshin sikurse të ishin kryeministra të asaj zone, kriminal të njohur botërisht, të sankcionuar dhe të dënuar, por fatkeqësisht të toleruar, madje edhe të pranuar juridikisht nga disa qeveri të kaluara. E në përgjigjen e dikujt që ma boni nga audienca apo fitojmë po me ka krejt. Me ne kjo ka marrë fund. Sot ka vetëm një kryeministër, si në jug ashtu edhe në veri. Një kryeministër që nuk një kriminal e nuk një kufi brenda vendit të tij, por një vetëm ligjin, rendin e Republikës Kosovës dhe ajo është kryeministri jonë Albin Kurti. Të dashur qytetarë të Mitrovicës, ju e dini që Mitrovica nuk thyhet. Procesin e zgjedhjeve të kaluara lokale u munduan me manipulu dhe me përpjekje e ide të paimagjinueshme, por edhe kriminale. U përpoqën që votën e qytetarëve me ndiku dhe me deviju nga vullneti qytetarëve. Kishin struktura partish, aleancat e deklaruara të fshehta, të panumërta me para. Kishin shumë miliona e oferta nga kush e di se kush, por vetëm një gjë ata nuk e kishin dhe nuk e kishin llogaritur mirë. Ata nuk e kishin besimin e besën e banorëve të këtij qyteti të mrekullueshëm, që as nuk trembet, as nuk manipulohet, as nuk shitet e as nuk blehet. E këtë besim do e kthejmë në shërbim. Si kryetar i këtij qyteti, betohem para jush se gjithë besimin që ju e keni dhënë dhe përkrahjen e panumërt do ja u rikthejmë me shërbim dhe çdo centi taksapaguesve të buxhetit të Mitrovicës do dihet destinacioni, mënyra dhënjes dhe shpenzimit. Të dashur qytetarë, slogani ynë siguri e begati, mas miri e mas shumëti i përshtatet e përhjeshi Mitrovicës dhe veriut Kosovës. Ujmoni s'është veç uj e gur, është burim jete, e prej ti ka pi historia. Për këtë pasuri kemi qëndru e kemi rezistu dhe nuk qojmë për. Të dashur qytetarë, vota për numrin 116 është garanca se Kosova nuk ndahet, Kosova nuk coptohet, Kosova nuk nështrohet, e garanca më e mirë dhe krejt dëshmit që i ka dhënë është kryeministri ynë Albin Kurti. Andaj, Kosova është amanet. Amanet që duhet mbajtur. E për me i sjell vendit siguri e begati duhet guxim e dashni. E këtë kryeministri ynë më së miri e di. Prandaj, s'ka Kosovë pa Mitrovicë, bashk fitojmë e bashk festojmë kësaj here para vitit të ri me 28 dhjetor, viti ri na sjell gëzim, begati e siguri për Mitrovicën e për Kosovën. Ju e dini që unë ju dua fort, por unë e di që ma fort se unë ju don Albini. Faleminderit shumë e fitore. E tash kam derin dhe knacin që të ftoj para jush
personalitetin me besimin më të madh qytetar në historinë e Republikës së Kosovës, kryeministri i tashëm dhe kryeministri i ardhshëm i Republikës së Kosovës, Albin Kurti. Të dashur qytetar të Mitrovicës, urime urën e re. Pas asaj urës për automjete e cila e ka lehtësuar qarkullimin, tash e kemi edhe një urë tjetër të bukur për këmbësor, një hap më shumë drejt lëvizjes lirë, afërsisë dhe bashkëjetesës se asnjëherë më parë. Po bro, ne që vendosim vetë, vendosim ura. Ura bashkëpunimit me të tjerët, ndërkaq ata të tjerët për të cilën vendosin të tjerët nuk arrinin as t'i kalonin urat që ekzistojnë se lërë më të vendosin tjera. E me gjithatë këto ura të cilët po i vendosim bashkë për të qenë gjithmonë bashkë, nuk janë vetëm ura fizike, por janë edhe ura për siguri dhe për begati. Begati sepse lehtësohet qarkullimi i modrave, krijohen kushte për zhvillim ekonomik e për punësim gjithnjë më të madh, dhe siguri sepse lëvizim lirshëm në të dy anët, në të dy brigjet e lumit bukur Ibër, për vizita, për punë, për jetesë normale të përditshme e të dinjitetshme. Sysoj me siguri e me begati, për begati e për siguri, urat nuk janë vetëm beton e hekur. Urat janë edhe lidhje midis njerëzve, janë rrugë të besimit e të vetbesimit dhe janë themele të një të ardhme më të ndritshme e më të përparuar. Ne e shohim integrimin pra përmes urave, përmes bashkëpunimit, përmes zhvillimit dhe përmes sigurisë. E shohim lirinë e lëvizjes e të qarkullimit, në ekonominë që rritet dhe në mirëbesimin që ngritet midis qytetarëve. Por, të dashur qytetar, ju e dini mirë porsion se integrimi kur nuk ndërtohet nëpërmjet kontrabandës, akrimit, nëpërmjet dinarit, targave apo postës sërbis. Ato nuk janë ura, por pengesa, nuk janë zgjidhje, por probleme. E të dashur Mitrovicas, Mitrovica nuk është problemi i Kosovës, por ish qeverit kanë qenë problemi i Mitrovicës, e tash ju e keni qeverin ton, qeverin tuaj, që e bën Mitrovicën zgjidhje për Republikën e Kosovës. Andaj të gjithë bashkë punojmë për Mitrovicën në të dy anët e Ibrit,
se janë dy komuna, po s'janë dy qytete. Është i njëjti qytet, me siguri e plot begati, kjo është Mitrovica që duam, kjo është Kosova që po e ndërtojmë bashkë. Sigurin po e shtrim në çdo cep të territorit ton, me rend, me ligj, me sovranitet, me integritet territorial, me kushtetutshmëri. Dhe jemi krenar që e kemi bërë këtë bashk, e unë ju falenderoj të gjithë juve secilin për mbështetjen dhe për durimin. E që të jemi të fortë si shtet, që brezave të ardhshëm, po edhe brezit tonë, të mos i ndodh asnjëherë asgjë e ngjajshme, sikurse gjeneratave të mëhershme, por edhe kësaj tonës, ne do ta forcojmë ushtrinë e Kosovës në krye me komandantin General Lejtnant Bashkim Jasharin. E në mandatin që na pret, për këtë ushtri do të ndojmë së paku 1 miliard euro, do të kemi fabrikën e municionit dhe fabrikën për prodhimin e dronave made in Kosova. E në kuadër të forcimit të ushtrisë sonë për bashkët, do të fillojmë edhe programin e rezervës vullnetare për mbrojtje gjithëpërfshirëse. Por siguria nuk është vetëm mbrojtje. Siguria është edhe energji. Andaj krahas investimeve që po i bëjmë në energjinë e ripërtrishme, me 1300 megawatt në bazë të strategjisë sonë deri në vitin 2031, gjysma prodhim nga burimet me erë e gjysma nga ato me diell. Gjithashtu do të ndërtojmë edhe kapacitetet të reja energjetike, duke shfrytzuar resurset burimet tona të çmyrit lignitit me teknologjinë moderne që ndotin më pak, siç është gazifikimi. Por siguria nuk është vetëm energji dhe mbrojtje. Siguria është edhe ujë, andaj do të investojmë 400 milion euro për 5 diga të reja. Diga e Kuqicës në Skënderaj, diga e Desivojcës në Kamenic, e Firajës në Shtërps, e Dragaçinës në Suarek dhe po ashtu e Pollatës, në mënyrë që burimet e ujit të akumulohen në liçene artificiale, të mund prodhojmë edhe energji prej tyre, po përasgjithash e mbi të gjitha të kemi ujë të bollshëm për ambistrin, për industrin edhe për bujqësin. Po, sigurina nuk e dëshirojmë për hir të vetvetes. Sigurinë e dëshirojmë për begati. E çka është begatia? Begatia është mirëqenie, është ekonomia që rritet dhe e mira që shpërndohet. Jo rritjen ekonomike ta mbajmë për shtet, por ta rishpërndojmë në shoqëri. 7 miliard e kena gjetë ekonominë e Kosovës në vitin 2021 dhe si vjet ajo bëhet 11 miliard. Nga 7 miliard në 11 miliard. E në vitin e ardhshëm, që kjo ekonomi, që si vjet është 11 miliard, bëhet 12 miliard. Kjo i bie që për çdo vit ekonomisë ja kena shtu ka 1 miliard. Prej 2021-shit deri 2025-ën e plus 1 miliard tjetër, 12 miliard në vitin 2026. Ekonomia, të dashur qytetar, vjen prej një fjale të lashtë greke, o ekonomia që i vjen punë të shtëpisë. Pra, ekonomia është punë të shtëpisë. Qaq sa e ki shtëpinë të pasur, qaq e ka ekonominë shtetit. E ekonominë që e kemi gjetë 7 miliard, e vitin ardhshëm bëhet 12 miliard.
i bjen sikur për 5 vjet një shtëpie një rrit pasunia 70%. Se ashtu qysh ndërtesa ku banon një familje është shtëpia e antarëve të familjes, njësoj shteti është shtëpia e popullit. Prej 7 miliard, 12 miliard, 70% për 5 vjet. E kjo rritje ekonomike është kthyer në rritje të pagave, të pensioneve dhe të mbështetjes për familje. Pagën minimale, dashur qytetarë, e kena pas 130 edhe 170 euro. 130 euro nëse i ki ma pak se 35 vjet, e 170 euro nëse i ki ma shumë se 35 vjet. Thu se paga minimale vorët për moshës. Paga minimale u rrit një herë në 264, e bënëm tash 350, me një janar bëhet 425 euro, ndërka shpej një korriku të vitit arshëm bëhet 500 euro paga mesatare në Republikën e Kosovës. Edhe në sektorin publik jenë rrit paga. Bugjeti gjithë mbarshëm për paga është rrit për 27%. Pra 47% është bugjeti maj malë për paga tash se sa kure kemi marë detyren. Dhe me këtë trend në mandatin që vjen, pagën mesatare në sektorin publik do të kemi mbi 1.000 euro. Pensionet, ju e dini që i kena gjithë 90 euro. 90 euro kanë qenë pensionet. Pensionet i rritëm i bënëm 100 euro, pas 100 euro i bënëm 120 euro, dhe jo vetëm kaq, pensionistët për 4 vjet 5 herë kanë marrë pensionin e 13 nga 100 euro, dhe tash fundmi e bënëm pensionin 150 euro. Dhe bon, prej 90 euro, 150 euro, 60 euro shtes i bjen për 2/3 e kena shtu pensionin brenda mandatit të. Kjo është mënyra që është ne tregoj solidaritetin midis gjeneratave dhe përkujdesjen për moshën e shtyr, të cilës i kemi shumë borxh edhe për lirin që e kemi edhe për shtetin që e gëzojmë. Përveç kësaj, ajo çfarë ka qenë risi e madhe. Ajo çfarë ka qenë risi e madhe në mandatin tonë, është që për herë të parë ka shtesa për fëmijë. Pra, shtesat për fëmijë kena gjetë 0 euro, me fjallë tjera s'ka pas heq. Se për para ka pas veç fëmijë të pushtetarve, jo të popullit. E tash të gjithë fëmijët në Kosovë, prej 0 vjet deri në 16 vjet, jo vetë që marrin shtesa, po ato dhe në rritë. Një herë 10 euro, pastaj 20 euro, pastaj 30 euro, pastaj 25 euro, e në mandatin arshëm do t'i dyfishojmë sërish, do t'i bëjmë shtesat 90 euro për fëmijët e Kosovës. Pra në këtë mandatin e radhës, shtesa 25 euro bëhet 90 euro për fëmijë. Ju e dini që edhe sot, ata që i kanë 2 fëmijë, i marrin nga... I kanë marrë 20 euro, nga 20 euro, tash i marrin 60 euro. Ata që i kanë 3 fëmijë, i kanë marrë 90 euro, tash me qenë se kemi bërë 25 euro, i marrin 135 euro. Ata që i kanë 4 fëmijë, i kanë marrë 120 euro, tash i marrin 180 euro. Ata që i kanë 5 fëmijë, i kanë marrë 150 euro, tash i marrin 225 euro. Sa ma shumë fëmijë, qash ma shumë shteti ka me qëndru pranë juve, edhe t'ju mbështes pa kursen. Edhe për nënat lehona kemi vepruar me përkushtim. Fillimisht i kena njës shtesat 170 euro në muj, se që ka qenë paga minimale, i kemi rritë si vjetë në 325.9 euro në muj,
për 6 muaj, ndërkësh mandatin e ardhshëm për shkak se paga minimale bëhet 500 euro, 500 euro do të jetë edhe mbështetja për gratë e reja, nëna të reja, lehona, dhe kësaj se cila lehon e pa punë në Kosovë, kur të linë fëmijë, në qatë vit i merë 3.000 euro, 6 herë 500, plus shtesat për fëmijë që na japim në emër të nënës apo në gjirlogarit nënës. Kjo bro është politika jonë, familja në qendër zhvillimit. Tash, çfarë kemi bërë ne si qeveri për Mitrovicën? Enkas për Mitrovicën, edhe për te asaj çfarë than Armendi e Fatoni. 2 ura 3 mbi Luminibër, pra njëra për automjete e tjetra për këmbësor, të cilët e kam përmirësu shumë qarkullimin brenda në qytet, edhe barrierën psikologjike që Ibri në ndonë në vend se të kalohet e te i kalohet shpesh, është te i kaluar. Pastaj, rruga Prishtinë-Mitrovic është një investimi madh që e ka afru Prishtinën me Mitrovicën dhe Mitrovicën me Prishtinën, edhe tash po vim prej Prishtinës Mitrovic por ma pak se 30 minuta. Se të ju falenderu kësaj rrugës Prishtinë-Mitrovic, unë nuk po vi vetëm shumë po edhe shpejt. Se kur vjen shpejt, nuk vjen veç shumë, po vjen edhe shpesh. E kjo është shembulli që ne duam të tregojmë për të gjithë qytetarët për sa më shumë qarkullim vajtje ardhje këtu në Mitrovic. Tjetra, afër 100 km rrugë i kena shtru në veri të Kosovës. Ky rrjet rrugor e lidh edhe veriun me fshatra për brenda, por edhe me komunat e tjera të Kosovës, ndihme madhe për banorët, studentët, ndërmarrësit e kështu me radhë. Renovimi teatrit Muharrem Qena është një investim i rëndësishëm në trashëgiminë kulturore të qytetit, por gjithashtu edhe renovimi për shfaqje të reja të teatrit dhe për festivalet të ndryshme, renovimi i stadiumit Adem Jashari, stadiumi më modern në rajon që do të sjellë standarde të reja për sportet dhe aktivitetet e tjera që është në punime e sipër. Pastaj investimi prej 400.000 euro në këtë sallën minatori këtu në Mitrovic, duke mundësuar edhe shtimin e 680 ulseve të reja. Në vijim, çka do të bëjmë, do të theksoj veçanti. Do të ndërtojmë rrugën Smërkonis Mitrovic, që e lidh rajonin dhe përmirëson infrastrukturën e transportit. Do të investojmë në turizëm dhe agrobiznes në shalën e Bajgorës, duke kriju mundësi punësimi dhe zhvillimi ekonomik. Do të ashtrim rrjetin e ujit të pijes dhe ndërtimin e impiontit për trajtimin e ujrave të zeza në mënyrë që të ketë kanalizim mjedis të pastër edhe shëndet. Se ju e dini që shka qenë këtë nëherë ma ato ishtë qeverit dashur qytetarë. Keni pos gypa pa kanalizim edhe kanalizim pa gypa. E me qeverisjen tonë në toka edhe toka ndohen. Kanalizimi hin gypa e mbi tokë mirëqenja për qytetarë. Do të themelojmë partneritet strategjik nivel shtetit për hulumtimet edhe investimet e përbashkëta në sektorin minerar. Trepça do të jetë në qendër të sektorit, ndërkohë që hulumtimet e investimet do të zgjerohen në zonat e tjera me potencial të lartë. Në Trepç, si bashk investitor, do ta inkuadrojmë një korporat të fuqishme nga bota, nga një shtet mik e aleat i fuqishëm, që na e donë të mirën e që jemi miq me ta, dhe do ta përfshim në mënyrë që të investojmë shumë në Trepç për të arritur prodhimin, produktivitetin, punësimin dhe nxjerrjen e përpunimin e mineraleve dhe metalit.
e do të ndojmë edhe një fond prej 50 milion euro, që të shohim se sot pasur jemi, qysh jemi të pasur dhe ku saksisht jemi të pasur. Kosova është më e pasur se sa që e dim. Ne duhet ta dim qysh është Kosova e pasur, andaj do ta kemi një studim të tillë të gjendjes anën banë Kosovës për pasurit tona toksore e nën-toksore. Më tutje, do të ndërtojmë spitalin e rinë Mitrovic për shërbime të mira shëndetësore, do të ndërtojmë qerë dhe treja në Këshiq, Vaganic, Zhabar, Suodoll dhe Tunel, dhe për këtë e keni garanci jo veç kryeministrin tuaj, por dhe kryetarin e juaj Fatën Pecin. Do të përmbyllim renovimin e stadiumit Adem Jashari, pastaj do të ndërtojmë ndërtesën e re të gjimnazit dhe përmirësimin e kushteve në shkollën Abdullah Shabani, do të rregullojmë dhe zhvillojmë transportin urban dhe ndërurban për lëvizje të qasshme dhe më të rregullta për qytetarët. E kemi po ashtu programin Anemban me një bilet të integruar nga në Kosovë për 10 euro në muaj, gjithë qytetarët do të mund të qarkullojnë. Do të ndërtojmë edhe ngrohtorën qendrore, me qenë se ne shpenzojmë shumë energji elektrike për ngrohje, si dhe poliklinikën specialistike stomatologjike. E dashur qytetar, para se të vim këtu, ishim të ëmbëltoria Mbisini në veri, e para se të shkojmë të ëmbëltoria Mbisini, ishim të përurimi i urës këmsorve, e para se të shkojmë aty të ura e këmsorve, ishim të hapësira e re e administratës tatimore të Kosovës me 50 punësum zyre shtetit në verit Mitrovicës. E para se të shkojmë edhe aty, ishim në ata 3 hektar tokë, midis 3 rokaqejve, që është një hapësirë trashëgimi kulturore, 2 shekuj e vjetër, teqja e Sheh Abdulkader Kadri Efendiut, e të cilën do ta rindërtojmë. Midis 3 rokaqejve do ta rindërtojmë teqen, sepse është trashëgimi kulturore, ajo është djegur nga forcat e Serbisë së Miloševićit, është rënuar plotësisht, ne do ta rindërtojmë. Por, dashur qytetar, jo vetëm kaq. Ju e dini që Buz Ibrit është xhamia e Ibrit. Xhamia e Ibrit Xhamia e Ibrit është e vitit 1777. Edhe 2 vjet Xhamia e Ibrit i bën 250 vjet që është ndërtuar aty. E kjo xhami është djeg me 2 maj 1999. Prandaj mandatin tonë të ardhshëm do ta rindërtojmë xhamin e Ibrit. Ajo xhami është trashëgimi kulturore, ajo është trashëgimi kulturore, të gjitha objektet e dëmtuara të trashëgimisë kulturore pa dallim, ne do t'i rindërtojmë e rinovojmë, për shkak se nuk duam të na zhduket e kaluara. Ne nuk duhet të kemi frikë nga e kaluara, ne krenohemi me të kaluarën tonë, edhe atë që është fetare, edhe atë që është jo fetare, krejt bashkën trashëgimi kulturore që duhet të renovohet e të mirëmbahet për brezat e ardhshme.
E për këtë do të bashkëpunojmë ngusht edhe me Bashkësinë Islame të Kosovës. Në mandatin e ardhshëm 4 vjeçor, për prodhimtarinë vendore, 1 miliard euro mbështetje përmes bankës zhvillimore. Shteti bëhet hipotekë për kredit investuese të ndërmarrësve që duan të prodhojnë. E në veçanti këtu është dritarja për investimet e diasporës që do të ofroj deri në 100 milion euro për të gjithë bashkëdhetarët tonë që kthehen vendlinje të investojnë, sepse dashur qytetarë. Ata bashkëdhetarë, kur po shkojnë në Zvicra, në Gjermani, në bankë, me marë kredi, nuk po mujnë me atë kredi me ardhë me investu në Kosovë. E kur po vinë në Kosovë, në bankat e Kosovës me marë kredi, adin që apjo thojnë atyne, ju s'jeni prej këtuhit, ju jeni prej jashtë. Pra, në raport me bankat, ata e kanë gjendjen shumë pafavorshme. Dhe ne nuk duam që bashkëdhetarët tonë ti investojnë vetëm kursimet e tyre, por të mund të marrin kredi investime. Dhe për këtë e kanë shtetin garancion përmes dritarës së investimeve të diasporës. Për veturat e importuara nga Bashkimi Evropian do ta heqim taksën doganore 10% në mënyrë që të ulet kosteja për qytetarët. Do ta bëjmë valutën digjitale të Kosovës përmes blockchainit. Pastaj do ta kemi gjithashtu edhe shpenzimet 1 miliard euro së paku në vit për investime kapitale. Viti kalum 654 milion euro ka qenë vit rekord. Për gjyshrit dhe gjyshet që kujdesen për nipat e mbesat pej 13 muj deri në 36 muj, e ku të dy prindrit punojnë edhe 100 euro shtes mbi pensionin e tyre bazë. Ndërkaq, për t'i jap një hovë drejtësisë, përveç byros për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, do ta kemi edhe prokurorin e re të specializuar për çështjet e krimit të organizuar sipas modelit të shteteve evropiane që e kanë fituar betejën përkatëse. Do të vijojmë me mbështetjen e policisë dhe të institucioneve të sigurisë, me pajisje të specializuara e bashkohore me shkollim e trajnim, si dhe me armatim adekuat. E pikrisht për policinë tonë dashur, për ata që duan të pensionohen para kohe, do të nisim programin për pensionim të shkallëzuar të parakoshëm me mosh dhe të shtrirë në kohë e sipas profileve duke themeluar së pari fondin për këtë qëllim. Faza e parë do të nis nga mosha 63 vjeç, duke zbritur vit pas viti deri te mosha 55 vjeç. Pra do të krijojmë programin si mundësi për pensionim gradual të parakoshëm, ndërkaq sa i përket gradave ngritjes së policëve në detyrë, do ta përmirësojmë rrënjësisht, sepse policëve që në 10 vitet e fundit nuk u është krijuar shansa për gradim, ne do t'ju ofrojmë kushtet që të mund të testohen edhe për 1 e 2 grada një herazi. Pra, edhe mundësin për pensionim të parakoshëm, edhe mundësin për gradim të përshpejtuar për policët e Republikës Kosovës. Por, dashur qytetar, për të realizuar gjitha këto, duhet fitojmë me 28 vjetor bile ma shumë se me 9 shkurt. Pra është e domosdoshme që me 28 vjetor, jo vetëm të fitojmë, po ta kemi një fitore dhe më të madhe se 9 shkurti, ashtu që me mazhëroncën e ardhshme në Kuvendin e Republikës, me njëherë ta konstituojmë Kuvendin, ta themelojmë qeverinë tuaj e tonë të mirë dhe t'i realizojmë një nga një e të gjitha këto zotimet tona.
Lista e 110 kandidatëve, ku vetëvendosja është bashkë me Guxo, Alternativën dhe Partinë Shqiptare Demokristjane, përbëhet prej 110 figurave, personaliteteve e aktivistëve politik, të cilët flasin me dije dhe me nder, për siguri dhe begati. 13 prej tyre janë doktor shkencash, 7 janë specialist mjekësor, 61 janë me master dhe profesionist formuar për t'i shërbyer shtetit e kombit, jo për t'a shfrytzuar atë, sepse dija e këtyne njerëzve nuk është dekor, por mjet e mundësi për qeverisje të mirë e për shoqërinë tonë barë. Në këtë list janë edhe ata të cilët e mbrojtën Kosovën me armë dhe ata që sot e mbrojnë me ligj, dije e punë. 15 veterane e veteran të ushtrisë qendrore të Kosovës i kemi në listën prej 110 kandidatëve. Për neve, ushtria shqiptare e Kosovës nuk është vetëm histori e lavdishme, po është edhe ndërgjegje aktuale, e cila vazhdon të marrë përgjegjësi për të ardhmen. Në këtë list bashkjetojnë brezat, nga 24 vjeç deri në 78 vjeç, gra e burra bashkë, sepse Kosova ka nevojë për energji dhe për urtësi. Mosha mesatare prej 44 vjeç në listën tonë është balansi midis guximit për ndryshim dhe përvojës për qëndrueshmëri. Ekonomist, mjek, jurist, inxhinier, artist e ushtarak, sepse shteti ndërtohet dhe zhvillohet me shumë dije, me një zë të bashkuar për të mirën e qytetarëve. E të dashur qytetarë të Mitrovicës, nderuar pranishëm, zonja e zotëri, motra e vëllezër, shoqe e shok, 5 vendimet e para në mandatin ton të ardhshëm që nis me vitin e ri 2026 janë: i pari, miratimi i buxhetit rekord prej 4 miliardë euro për vitin 2026. Buxhetin që dueti Allahoti Hykmeti Bajrami në ala 2.4 miliardë, me ministrin Hekuran Murati vitin e ardhshëm 4 miliardë. 1.6 miliardë më shumë, apo 2/3 më shumë se sa para 5 vjetë. E dyta, miratimi i ligjit të ri për çmimet tavan për produktet bazë që të frenohet abuzimi me rritjen e çmimeve. Ligji që e kemi miratuar në qeveri e në 2 lexime në Kuvend të Republikës, në arzoj që dini gjykata kushtetuese, kur nuk e harroja ditë 23 nëntor 2023, por duhet të harroja ditë, prandaj është domosdoshme të ecim përpara me tavan për çmimet për produktet bazë, në mënyrë që shporta me gjësendet elementare për familjet kosovare të jetë e kufizuar dhe e përballueshme edhe për ata që janë klasë mesme, e të varfër, e jo vetëm për ata që janë si për tyre. E treta është heqja e kufizimit, punësimit për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që përfitojnë beneficion. Pra do të jetë e mundur edhe të marrin beneficionin edhe të punojnë. E katërta, përveç se kemi rrit ma shumë se 3 fish pagën minimalin në sektorin privat, përveç se kemi rrit buxhetin në sektorin publik për 27%, e kemi zvoglu pabarazin prej raportit 1:20 në 1:4. Pla 5 fish e kemi zvoglu pabarazin. Gjithashtu është evidente që në buxhetin e vitit 2026, siç e kemi paralajmëruar, do të jetë edhe paga e 13. Mirë po, vendimi ynë, ajo që ka përbën në risi, është që paga e 13, për dallim që shë thot numri, se numri 13 vjen mas dumejshit, pagën e 13 do të japim fillim vitit në 2026.
ky do t'jetë pra vendimi i 4. Dhe vendimi i 5 në kuadër të 5 vendimeve të para që do t'i marrim si qeverin mandatin arshëm, është miratimi i pakos për përballje me inflacionin në vlerë prej 200 milion euro me mbështetje për pensionistët, fëmijët që morrin shtesa, studentët dhe punëtorët e sektorit privat, si dhe subvencionimi i faturave të energjisë elektrike për ata që kursejnë. Çdo kush që e dëshmon që në këtë muaj ka shpenzuar më pak se sa në muajin e njëjtë të vitit kaluar, do të shpërblehet. Kush kursen, shpërblehet. Kush kursen më shumë, shpërblehet më shumë. To pra janë 5 vendimet që do t'i marrim në fillim të mandatit të arshëm me të mbledh qeveria pas votimit në Kuvendin e Republikës. Më lejoni të dashur qytetar, t'ju falenderoj, shprehi mirënjohjen time të përzemërt për këtë mbështetjen, për krahën, solidaritetin, angazhimin, kontributin, rolin që keni luajtur ndër shumë vite, se vetëvendosja si vjet u bë 20 vjeç, edhe në kohë të mira, sidomos në kohë të vështira. Edhe atëherë ku ka qenë shumë rënd, kur është duke pamundur, kriza që dukeshin të pasgjithshme, ju keni qëndruar pranë neve, prandaj edhe ne do të qëndrojmë gjithmonë pranë juve. Po data 28 dhjetor është një datë e cila tregon që viti i ri si vjet nis një 3 ditë më herët. Prandaj, me datën 28 dhjetor, kur t'ju drejtoni kutive të votimit, nëse në familjen e juaj kanë të drejtë 7 veta për të votuar, sepse 7 i keni mi mboshën 18 vjeçare. Jo me dalë 4, jo 5, as 6, 8 shtatit me dalë. Krejt do të me dalë për me fitu krejt. Andaj, numrin 116 në flet votim, e votoni dhe më pastaj nga këta kandidat që 109 këtu me mu 110, i zgjedhni 10 prej tyre, se cili është maj mirë se tjetri, po përsaktojni për një 10 që ja u ka mush mendjen pak ma shumë e ja u ka ngru zemrën pak ma shumë. Por, këtë që e votoni nuk gaboni. Në listën e vetëvendosjes, me numër 116 e keni të pamundur të gaboni. Por, mos gaboni t'i votoni veç kandidatët, pa votu numërin 116, se nuk dihet cilës list janë. Pra, spari listën 116, mojtas e pastaj djohtas edhe 10 kandidat për kuvendin e legjislaturës së 10, e cila e themelon pastaj qeverin Kurti 3, si shpo thuhet. E krejt në fund, ju e dini që tash në Kurti 2 i kemi 2 ura në Mitrovic. Në Kurti 3 kena me ndërtu edhe urën e 3. Dhe është në i kush për i Zhaborit këtu. E është në i kush për i Gushovësit. Ura e 3, që do të ndërtojnë mandatin e 3, është ura dhe rruga që e lidh prej mullinit Zhaborit deri te Gushovësi e Vitmishishit. Pro, kjo urë është shumë rëndësishme. Ura që e lidh mullinin e Zhaborit me Gushovësin dhe Vitimirishin. Andaj, logaritmin e neve, por punoni ditelat që dhe ne ta kemi mbështetjen që na nevojitet me datën 28 dhjetor, fitore masive e numrit 116 që na bën bashk me Guxo, Alternativën dhe PSHDK-n neve të vetëvendosjes. Faleminderit shumë e miru pofshim në tubime e aktivitete drejt fitores së të dielës me 28 dhjetor.